Duket sikur ne po jetojmë në një epokë që nuk na ofron asnjë mundësi për privatësi, ndërkohë që të gjithë e kuptojmë rëndësinë e saj. Por a keni menduar ndonjëherë që edhe fëmijët kanë nevojë për privatësi? Na ndiqni në programin Shpresë për ty për të mësuar më shumë për këtë. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të dashura, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty, emisioni i ideuar për t'ju ndihmuar ju për probleme të ndryshme të jetës së përditshme. Unë jam Dena dhe unë jam Marta. Ju përshëndes të gjithave dhe ju falenderoj që jeni duke na ndjekur. Sot do të ndalemi në një pyetje shumë të rëndësishme për çdo prind. A ka nevojë fëmijët për privatësi? Në një kohë kur prindit janë gjithnjë më të përfshirë në jetën e fëmijëve, që nga dhoma e tyre tek telefoni, tek rrjetet sociale e të tjerë, kjo pyetje lind natyrshëm, e bashkë me të edhe pyetja: apo i mbrojmë fëmijët, apo po u marrim diçka shumë të rëndësishme për zhvillimin e tyre? Kur flasim për privatësinë, shpesh mendojmë për sekrete, por për një fëmijë privatësia është shumë më tepër se kaq. Është një hapësirë ku ai ndihet vetvetja, një vend ku mund të mendoj, të reflektoj, të ndjej pa u gjykuar. Është një mënyrë për të kuptuar se kush është ai si individ. Kështu mund të themi që në fillim se privatësia për një fëmijë është një nga hapat e parë drejt ndërtimit të identitetit. Fëmijët kanë nevojë për privatësi për disa arsye thelbësore. Së pari, për zhvillimin emocional. Një fëmijë që ka hapësirë personale mëson të kuptojë ndjenjat e tij. Ai mëson të përpunojë emocionet, jo vetëm të reagojë sipas apo ndaj tyre. Së dyti, për ndërtimin e besimit. Kur prindi respekton kufitë e fëmijës, ai i tregon fëmijës se e respekton, e vlerëson dhe i beson atij, dhe kjo gjë krijon një marrëdhënie më të fortë. Së treti, privatësia e fëmijës është e rëndësishme për pavarësinë e tij. Ajo i jep mundësi fëmijës të marrë vendime të vogla vetë, të mësoj përmes tyre dhe të rritet. Por sigurisht që privatësia nuk është njësoj për çdo moshë. Fëmijët e vegjël, mosha rreth 2 deri në 7 vjeç, nuk e kuptojnë plotësisht konceptin e privatësisë, por fillojnë ta ndjejnë atë. Ata kanë nevojë për hapësira të vogla personale, për shembull, një lodër që nuk duan ta ndajnë gjithmonë, për respekt për trupin e tyre, fillimi i edukimit për kufi trupor, dhe rutina të sigurta, për shembull, privatësi gjatë ndrimit të rrobave. Një fëmijë të kësaj moshe, prindi mund t'i mësojë me butësi konceptin e "kjo është e imja", të vendos kufi të shëndetshëm, sepse siguria është më e rëndësishme se privatësia dhe të mos e turpëroj, për shembull kur flitet për çështje që kanë të bëjnë me trupin. Në këtë fazë, privatësia është e kufizuar, por është shumë e rëndësishme për ta ndërtuar respektin për veten. Për fëmijët në periudhën e pubertetit, mosha 8 deri në 12 vjeç, kjo është një fazë tranzicioni, ku fëmijët fillojnë të bëhen më të vetëdijshëm për veten dhe trupin e tyre. Gjatë kësaj faze, rritet ndjeshmëria ndaj trupit dhe turpit. Fëmijët fillojnë të kërkojnë më shumë hapësirë personale dhe ata mund të kenë sekrete të vogla, që janë pjesë normale e zhvillimit. Kështu ata kanë nevojë për privatësi fizike, për shembull derë mbyllur gjatë ndërimit të rrobave apo larjes, respekt për mendimet dhe ndjenjat e tyre dhe mundësi për të patur një botë të vogël personale, si për shembull një ditar. Gjatë kësaj moshe, prindi duhet të respektojë privatësinë, por pa humbur lidhjen, të mbajë komunikimin të hapur, jo kontroll të tepërt dhe ta edukojë fëmijën për kufijtë, sidomos në përdorimin e teknologjisë. Në këtë fazë të jetës, fillon një balancë e rëndësishme midis besimit dhe udhëzimit. Për adoleshentët nga 13 deri në 18 vjeç, privatësia bëhet një nevojë shumë e fortë dhe e domosdoshme për identitetin. Gjatë kësaj faze formohet identiteti personal, rritet nevoja për pavarësi dhe marrëdhëniet shoqërore bëhen shumë të rëndësishme. Përpasoj, një adoleshent ka nevojë për privatësi emocionale, ndjenja, mendime, marrëdhënie, për hapësirë për të marrë vendime dhe për besim nga prindrit. Në këtë moshë, roli i prindit është shumë delikat, le të themi, kështu që ai duhet të respektojë kufit, duke mos e kontrolluar në mënyrë të vazhdueshme apo duke ndërhyrë në çdo detaj. Duhet të jetë i pranishëm si udhëzues, jo si kontrollues, dhe të ndërhyjë vetëm në ato raste kur ka rrezik real për sigurinë dhe shëndetin, apo kur sheh sjellje të rrezikshme. Nëse në këtë fazë nuk respektohet privatësia, shpesh krijohet rebelim,
fshehje, gënjeshtra dhe distancë emocionale. Ajo që duhet të theksojmë dhe na është se kufiri është pjesa më e vështirë për prindrit. Nga njëra anë, fëmijët kanë nevojë për privatësi, nga ana tjetër, prindrit kanë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Çështja nuk është a duhet kontroll apo privatësi, por si të krijojmë një balancë të shëndetshme mes këtyre të dyjave. Për shembull, a është në rregull të lexosh mesazhet e fëmijës pa dijenin e tij? A duhet të hysh në dhomën e tij pa trokitur? Kur ndërhyrja bëhet e fshehtë dhe e vazhdueshme, ajo mund ta dëmtojë besimin, por kur bëhet me komunikim dhe arsye të qartë, ajo mund të jetë shumë mbrojtëse. Kur nuk respektohet privatësia, fëmijët mund të mbyllen në vetvete, të fillojnë të fshehin gjëra dhe të humbasin besimin tek prindrit. Në vend që të ndihen të sigurt, ata ndihen të kontrolluar. Le të ndalemi pak këtu sepse shpesh prindrit nuk e kuptojnë se sa i madh është ndikimi i kësaj. Kur privatësia e një fëmie nuk respektohet, kur prindi kontrollon çdo gjë, hyn pa trokitur, lexon mesazhe fshehurazi ose kërkon të di çdo detaj, fëmia nuk e përjeton këtë si kujdes, por si mungesë besimi. Dhe kjo sjell disa pasoja. Së pari, fëmia mbyllet emocionalisht. Ai fillon të mos ndajë më mendimet edhe ndjenjat e tij, jo sepse nuk ka nevojë për prindin, por sepse nuk ndihet i sigurt të hapet. Së dyti, fillon fshehja edhe gënjeshtra. Kur një fëmijë nuk ka hapësirë të shëndetshme, ai krijon hapësirë të fshehtë. Ai mund të mësojë të fshijë mesazhet, të mos tregojë të vërtetën, jo sepse është i keq, por sepse po përpiqet të mbrojë veten. Së treti, dëmtohet vetbesimi. Fëmia merr mesazhin unë nuk jam i besueshëm dhe kjo ndikon drejt për drejt në mënyrën se si ai e sheh veten. Së katërti, marrëdhënia me prindin dobësohet. Në vend të afërsisë, krijohet distancë. Fëmia mund të jetë fizikisht pranë, por emocionalisht larg. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, kur privatësia nuk respektohet, fëmia nuk mëson se si të vendos kufi të shëndetshëm sepse askush nuk i ka respektuar kufit e tij. Por nga ana tjetër, privatësia e tepruar ka rreziqet e saj. Një fëmijë pas një mbikëqyrje mund të ekspozohet ndaj rreziqeve online, të marrë vendime të rrezikshme dhe të izolohet emocionalisht. Pra, problemi nuk është vetëm mungesa e privatësisë, por edhe tepria e saj. Çfarë ndodh kur ka privatësi të tepruar? Kur një fëmijë lihet plotësisht i lirë, pa udhëzim dhe pa mbikëqyrje, ai mund të përballet me situata që nuk është ende gati t'i menaxhojë. Ja disa rreziqe. Së pari, ekspozimi ndaj rreziqeve, sidomos online. Interneti nuk është një hapësirë neutrale. Pa udhëzim, fëmia mund të hasë përmbajtje të papërshtatshme, njerëz të rrezikshëm apo ndikime negative që formojnë mendimin e tij. Së dyti, vendime të nxituara. Fëmijët dhe sidomos adoleshentët janë në proces zhvillimi. Ata kanë emocione të forta, por nuk e kanë gjithmonë pjekurinë për të marrë vendime të sigurta. Së treti, izolimi emocional. Një fëmijë që ka shumë privatësi, por pak lidhje, mund të ndihet i vetëm. Ai mund të mos di kujt i drejtohet kur ka vështirësi. Së katërti, mungesa e kufive. Privatësi nuk do të thotë mungesë rregullash. Pa kufi, fëmia nuk mëson se çfarë është e pranueshme dhe çfarë jo. Pra, në të dyja rastet, sikur privatësia mungon ashtu edhe kur është e tepërt, fëmia dëmtohet. Zgjidhja nuk është as kontrolli i plot, as liria e pakufizuar. Zgjidhja është balanca. Një fëmijë ka nevojë të ndihet i respektuar, por edhe i udhëzuar, të ketë hapësirë, por edhe kufi të sigurt. Kështu prindi nuk duhet jetë as kontrollues absolut, as indiferent. Ai duhet të jetë udhërrëfyes. Një prind i mirë vendos kufi të qartë, shpjegon arsyet e tyre dhe krijon hapësirë për dialog. Ai tregon fëmijës se e respekton dhe se është aty për ta mbrojtur. Ja disa hapa praktik për të respektuar privatësinë e fëmijës, por edhe për të ruajtur balancën midis saj dhe kontrollit të tepruar. Gjithmonë trokisni para se të hyni në dhomën e fëmijës. Mos e kontrolloni fshehurazi, por flisni hapur. Vendosni rregulla të qarta për përdorimin e teknologjisë. Krijoni një marrëdhënie ku fëmia ndihet i sigurt t'ju tregojë. Privatësia nuk i largon fëmijët nga prindrit, por i ndihmon ata të afrohen në mënyrë më të shëndetshme. Jemi sërish në studio mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Në pjesën e parë të programit kemi folur për rëndësinë e privatësisë për fëmijët në faza të ndryshme të zhvillimit të tyre dhe treguam rëndësinë e një balance të shëndetshme
midis kontrollit prindëror dhe privatësisë, si edhe dallimin dhe pasojat e mungesës së privatësisë dhe privatësisë së tepruar. Në fakt, Arta, ne gjithmonë përpiqemi të ndajmë me mikeshat tona këshilla dhe informacione të vlefshme, të cilat i përzgjedhim nga shumë kërkime që bëjmë në internet. Por, a ke menduar ndonjëherë që Bibla është manuali më i mrekullueshëm për ne në çdo fushë të jetës, përfshirë këtu edhe prindërimin? Këtë do të thosh Adena, prindrit, sidomos ata që bëhen prindër për herë të parë, shpesh përjetojnë ndjenja pritjeje, por edhe frike, dhe pyesin veten nëse janë gati. Ata shqetësohen se mund të ndodhë diçka dhe nuk do të dinë se si të veprojnë. Kështu ata kërkojnë burime për të gjetur ndihmë. U drejtohen prindërve të tyre për urtësi, pyesin vëllezrit, motrat dhe miqt që tashmë kanë fëmijë, të gjithë e kemi bërë këtë. Por disa shkojnë edhe më tej, duke bërë kështu gjën më të mirë dhe konsultohen me fjalën e Perëndisë, me Biblën, e cila realisht është e mbushur me këshilla për prindërimin. Kjo është absolutisht e vërtetë, Arta, edhe pse sot jetojmë në kohë moderne dhe gjithçka ka evoluar që nga kohët e shkrimit të Biblës, këshillat që Perëndia na jep përmes Biblës janë shumë aktuale. Dhe shumë shpesh ne kemi folur për prindërimin duke e parë atë nga këndvështrimi biblik. Këtë do ta bëjmë edhe sot. Sigurisht, Bibla nuk është shkruar kryesisht si një udhëzues praktik për rritjen e fëmijëve. Megjithatë, ajo ka shumë për të thënë për këtë temë. Përmes fjalëve të urta dhe historive, Bibla zbulon shumë në lidhje me domethënien e të qenit një prind sipas vullnetit të Perëndisë. Shumë gjëra tregohen përmes shembujve narrativ të prindërve që rrisin fëmijët e tyre në mënyra të mira dhe ndoshta jo edhe aq të mira. Disa nga këta shembuj negativ i bëjnë njerëzit të mendojnë se gjithçka që Bibla thot për prindërimin duhet të hidhet poshtë. Por unë besoj se ilustrimet e prindërimit të keq në Bibël janë aty për të na treguar çfarë nuk duhet të bëjmë, ashtu siç ndodh zakonisht me shembuj tek shi. Por Bibla nuk jep vetëm shembuj përmes historive, ajo jep edhe këshilla të drejtë për drejta për prindërimin. Në këto këshilla gjejmë standardin ideal të prindërimit sipas vullnetit të Perëndisë. Vazhdimisht Bibla i nxit prindrit të bëjnë 3 gjëra: t'i çmojnë fëmijët e tyre, t'i mësojnë dhe t'i korrigjojnë, dhe t'i jenë shembull për ta përmes mënyrës se si jetojnë. Le të shohim pak më thellë këto 3 gjëra. E para, vlerësoni fëmijët tuaj. Psalmi 127 vargu 3 thot: Ja, bijt janë një trashëgimni që vjen nga Zoti. Fryti i barkut është një shpërblim. Fëmijët janë para së gjithash një shpërblim, një bekim nga Perëndia. Është e lehtë t'i shohim ata si bekim kur janë të vegjël, por Bibla thot se edhe kur rriten dhe dalin nga ajo faza e ëmbël, edhe kur nuk është aq e lehtë, ne duhet të vazhdojmë t'i çmojmë ata. T'i çmojmë fëmijët tanë do të thotë të mos i rrisim me ashpërsi, korrigjim të tepruar ose disiplinë tepër të rëndë. Një trajtim i tillë mund t'i bëjë fëmijët të hidhëruar dhe plot pa kënaqësi. Kolosianëve kapitulli 3 vargu 21 na nxit: Ju etër, mos provokoni për zemërim bijt tuaj që të mos i lëshoj zemra. Si prindër, detyra jonë është të sigurohemi që fëmijët tanë të ndjehen të mbështetur dhe të dashur. E dyta, mësoni dhe korrigjoni fëmijët tuaj. Ligji i për të rirë, kapitulli 6, vargjet 6 deri në 7, thot: Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur i ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh. Prindrit duhet u përcjellin fëmijëve njohurinë për një jetë të drejtë dhe sipas Perëndisë. Ky duhet të jetë themeli i mësimit që fëmijët do të marrin prej nesh. Dhe kjo theksohet edhe tek fjalët e urta, kapitulli 22 vargu 6, ku thuhet: Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. Ne duam të mbjellim tek fëmijët tanë një farë të jetës së drejtë që do t'i shoqërojë ata deri në moshën e rritur. Për këtë, prindrit inkurajohen të mësojnë dhe korrigjojnë përmes disiplinës së kujdesshme dhe të butë. Shkrimi na tregon se Perëndia i disiplinon fëmijët e tij me dashuri. Biri im, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos e urrej shortimin e tij, sepse Zoti shorton atë që do, si një baba djalin që atij i pëlqen, na thuhet tek fjalët e urta, kapitulli 3, vargjet 11 dhe 12. Prindrit duhet të ndjekin shembullin e Perëndisë atë, sepse disiplina u jep fëmijëve qëndrueshmëri dhe udhëzim për sjelljen e drejtë. Por është shumë e rëndësishme që disiplina të vijë nga dashuria, kur nga zemërimi. Ne i disiplinojmë fëmijët për të përmirësuar jetën e tyre kur ata të rriten e të marrin vetë vendime, jo për të shfryrë emocionet tona. Autori Chip Ingram bën një vëzhgim të rëndësishëm. Ai thotë: Nëse një fëmijë nuk mëson t'i bindet një prindi që e sheh,
ai nuk do të mësoj kur t'i bindet një perëndie që nuk e sheh. Kështu, le të mësojmë fëmijëve rrugët e Perëndisë dhe le të jetë kjo një përparësi për çdo prind. Një gjë tjetër që na thuhet në Bibël për të qenë një prind i mirë është kjo: jini shembull për fëmijët tuaj. Bibla i nxit prindrit të jenë shembull në gjithçka që u mësojnë fëmijëve. Me fjalë të tjera, ne duhet ta jetojmë atë që predikojmë. Tek letra drejtuar Titit, kapitulli 2, vargjet 6 dhe 7, Pali e porosit atë. Nxiti gjithashtu të rinj që të jenë të matur, duke nxjerrë në çdo gjë veten tënde si shembull veprash të mira, duke treguar në mësim pastërti, dinjitet, paprishmëri. Nëse nuk veprojmë siç duam që fëmijët tanë të veprojnë, fjalët tona e humbasin vlerën. Fëmijët bëhen ajo që shohin, prandaj ne duhet t'u tregojmë atyre atë që duam që ata të bëhen. Nëse duam që ata të jetojnë sipas disa standardeve të Perëndisë, ne vetë duhet ta bëjmë këtë. Edhe pse Perëndia na ka dhënë urtësi për prindërimin, ne ndonjëherë dështojmë ta zbatojmë atë. Ndonjëherë ne pendohemi për vendime të marra në momente të nxehta, por askush nuk është i përsosur. Fatmirësisht, ne kemi një mjet të fuqishëm që na ndihmon, kemi hirin e Perëndisë. Edhe pse ne dështojmë përpara atit të përsosur kur mëkatojmë, përsëri jemi të dashur prej tij. Dhe duke qenë se e përjetojmë personalisht hirin e tij, ne duhet t'u japim të njëjtin hir edhe fëmijëve tanë kur ata gabojnë. Le të jetë pra prindërimi ynë i mbushur me hirin, dashurinë dhe faljen e Perëndisë, ndërsa i çmojmë, i mësojmë dhe u japim shembull fëmijëve tanë për një jetë të drejtë. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.